Përshëndetje Rolinda, ku je saktësisht dhe çfarë po ndodh? Mirëmëngjesi Arben, për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal 10. Unë këtu po ndodhem në fushë Kosovës, pikërisht në lagjen Eliza, ku mbeturinat mbrapa mejeve se po shihen, edhe përveç që këtu ka ndërtim, janë duke ndërtuar këto banesa, po kjo pamje nuk është e mirë për qytetarët që janë anku që po grumbullohen këtu shumë mbeturina për shkak edhe të punimeve, por përveç që këtu janë nuk janë të hiqme as për sy, këtu janë goxha të ndëmshme edhe për ndotjen e ajrit, siç po shihen edhe në pamje, janë goxha të mërshme. Kjo është kompleks mes banesash, apo? Kjo është hapësirë mes disa banesave? Po, janë disa banesa duke u ndërtuar, por që këtu ka edhe një vend i grumbullimit ashtu të mbeturinave. Një pyetje kam, a ka banesa të banuara këtu? Po ka banesa të banuara, por që hymja nuk e kam prej kësaj ane, por që po ankohen prapë se prapë edhe për pamjen që është. Qartë, kuptova. Si ishte si quaj lagja edhe njerë, Rolind? Lagja Eliza. Mirë, me leni me pamjen nga fushë Kosova, pamja as pak e këndshme, ju do të vazhdoni pastaj me story, nëse do të provojmë ne ta kemi sot nën kryetarin. Në fakt nën kryetari që më është ankuar që ka degraduar